Kjo javë ka nisur me një ngjarje të rëndë, e cila mund të kalonte farin në heshtje, nëse nuk do të kishte të përfshirë dy punonjës të sistemit shëndetësor. Një tjetër incident të shënuar në spitalet shqiptare këtë të martë, por ndryshe nga rastet e zakonshme, konflikti nuk ka qenë midis pacientëve dhe mjekëve, por midis punonjësve të spitalit Shefqet Ndroqi. Mikel Osmani, 37 vjeç dhe Dashamir Çajka, 32 vjeç, ka nisur një debat verbal midis tyre, i cili më pas ka agravuar në fizik, dhe në një moment 32 vjeçari Çajka ka goditur 2 herë me thik Mikel Osmanin dhe është larguar menjëherë nga vendi i punës. Fillimisht ka filluar me një konflikt verbal, i cili pastaj ka degraduar në goditje ndërmjet njëri tjetrit. Menjëherë është reaguar, personi që ka kryer veprën penale është pezulluar konform ligjit deri në hetimin e plotë të policisë për ngjarjen. Për kujdes, agresori Dashamir Çajka është një emër i njohur për policinë e shtetit me precedent të mëparshëm që e kanë vënë në qendër të kronikës së zezë. Sipas asaj çfarë është publikuar në media, në vitin 2017, në moshën 23 vjeçare, ai ka tentuar të vetvritet me armë duke qelluar veten në krah aror, ndërkohë që në vitin 2023, ai është akuzuar nga Federata Shqiptare e Peshngritjes si personi që ka sulmuar me thik trajnerin e ekipit kombëtar Bashkim Nikolla dhe sportistin Bekim Gripshi. Këto fakte i përkasin të shkuarës jo shumë të largët të këtij 32 vjeçari, që me sa duket ka patur një vazhdimsi shpërtimesh agresive që kulmuan me rastin e fundit. Pavarësisht se drejtoresha e spitalit ka një mendim të ndryshëm. Nuk e mbroj veprën e zotit Çajka. Është teknik imazherist, nuk ka asnjë lloj funksioni, është një person i cili nuk më ka nxjerr problematika në pjesën e zbatimit të orarit, por ato çka ka bërë menjëherë është marrë mas. Nëse ka një person që nuk duhet të punojë në sistemin e shëndetësisë, ai është Dashamir Çajka, por drejtoresha e ka gojën mbyllur nga ai. Ky zotri, që në fshehtësi po denoncon dhunën dhe papërgjegjësinë e kolegut të tij, është një punonjës i spitalit Shefqet Ndroqi, atje ku ndodhi ngjarja e rëndë që rrezikoi jetën e 37 vjeçarit Mikel Osmani. Kur thua drejtoresha ka gojën e mbyllur, çfarë nën kupton? Ti mendon se nuk ka pasur dieni për gjëra që ka ndodhur? A nuk e di drejtoresha që para disa muajsh djalë la punën se u zuu me këtë? E rrau ai e bëri. A nuk e di drejtoresha që ai konsumon kokainë, heroin, bën ushqime vajza e pagesë në spital dhe i fusën në dhoma? Se vetë kolegët e tjerë kanë kapur. E din gjithë? E se di drejtoresha? Nuk kam dieni fare për të konsumit të drogës, nuk më ka referu njëri, ai nuk është se punon vetëm, ai punon në një staf, edhe kur bën pjesën e punës nga ora 3 deri në 7, por edhe kur bën shërbimet e natës, ai nuk mund të jetë një person i vetëm, sepse ne kemi ekip të imazherisë që punon 24 orë. Më vjen habi që ju thoni nuk kam informacion, por ai shkosa informacioni ka marrë dhe në lidhje me konsumimin e lëndëve narkotike të Çajkës. Kjo është një gjë shumë e madhe, them unë. Dhe derisa nuk ka arritur kjo unë, nuk e di tani se çfarë çarkullon. Se kjo është një gjë, kjo është një tek ne dhe ju nuk jeni në dieni. Jo, tash nëse isha ndjenjë, do të them që ja, s'ka pse mos ta ashtu. Jo, nëse do të thonë që jam në dieni dhe s'keni marrë masa, është një tjetër pasojë. Unë nuk e di këtë gjë. As e di dhe as kam dieni për këtë gjë. Drejtoresha e mohon tërësisht këtë fakt të rënd, pavarësisht se thuaj se i gjithë personeli i spitalit është në dieni. Sa vite ka ai aty? Që në 2017. Dhe ka qenë gjithmonë problematik? Ai brell, pi mall, më shumë nuk është se sa është. Vjen mëngjes, bën ndoj skaner, merr ndoj lekë e ikën e pi prap mall. Nuk rri fare atë. Nuk ka lidhje me spitalin. Ky vjedh ilaçet, morfinat se i pi vet, ku s'ka lek i merr dhe ja bën vetes. Ai është i pakomandueshëm. I orienton dot vetën e vet. Deri nga fundi i muajit është mirë. Pastaj kur ngel pa lek, kuptohet. Një herë kemi shqyrë derën, e kemi marrë, kemi shtruar në krevat në serume se ishte me overdozë. Një përdorus kronik i substancave narkotike që punon prej vitesh në një spital të rëndësishëm të Tiranës, në kontakt të vazhdueshëm me pacientët. A nuk jemi në një situatë absurde? Po çfarë bëjmë kur ka mbrojtje nga lart? Biles u bë shef i shindigrafisë 2 muaj para zgjedhjeve. Mbaruan zgjedhjet, i shërbevën fushat, e hoqën se e din se u sjell probleme. Fatimisht ato 2 muaj nuk ka pas jod radioaktiv që të bënte shindigrafi, se do të bëhej një dëm goxha i madh. Po nga e ka gjithë të fortë, vetëm nga lidhja që ka me drejtoreshën? Ai ka lidhjen me Rafi Psulin, sepse ekipja bashkëpunon me babain e tij që është ndërtues dhe e bëri president të klubit sportiv të Kanzës. A kanë Rafi Psuli me Dash Çajkën lidhje fare fisnore? Jo, thjesht bën fushat si i çmendur. Kur ishte Spiropali, ai nuk ja vari shumë. Ishte ky Ervin Hoxha tani, dhe i bëri fushat atij dhe i jepte dhënat tona në spitale. Tani lëpijet ballukut, e robi ngjitur pa shtyllë korrizore. Prandaj them nuk është vetëm drejtoresha. Të gjithë këto emra që denoncuesi listoi janë prezent me foto e video në profilin e Facebookut të 32 vjeçarit, i cili mburret me miqësitë e nivelit të lartë që ka. Tani le të kthehemi pak te ajo çka ka ndodhur këto 2 ditët e fundit. Çfarë marrëdhënie kishte ai me këtë djalin që ka plagosur?
Asnjë marrëdhënie. Ky djalë i shoqëron pacientët me karrocë tek mjekët nëpër dhoma. Siç duket kishin ndonjë fjalë. Ky siç duket e ka pikasur që ata janë zënë. Ky djalë që plagosi sot, as mizë nuk e vret. E ka qelluar tek pjesa e brimëve. Ai për vetmbrojtje ka ngritur duar dhe është gërvishtur në krah. Ka vajtur në spitalin ushtarak për faktin se mjekët kanë menduar mos ka qenë një dëmtim i një enë gjakut, fatmirësisht nuk ka qenë. Është konsideruar një goditje e lehtë për cilën ka marrë terapinë dhe atë ditë personi ka vajtur në shtëpi. Ati i bën një vrim mushkërive, i kanë dhënë një tub që t'i dali ajri. Kanë dhënë ndihmën këto tonet që e kanë çuar në traumë. Tani kam një pyetje. Bëhet fjalë për një mjek të cilin ai e ka kërcënuar aty. Jeni ju në dieni të kësaj ngjarje? Ka si vit pasur ky s'ka godit. Një shofer i para 7 vitesh që kanë zirë armë. Kurse për mjekun, e di për të bëhet fjalë. E di gjithë spitali. Që nga personat më të qetë aty dhe u zu me të për një parking. I nxorri armën dhe terrorizoi. Në fakt, mjeku në fjalë kemi takuar dhe ajo që na thot do të mjaftonte që Dashamir Çajka të mos shkelte më në ambientet e spitalit Shefqet Ndroqi. Rasti i parë, po dallet. Tu janë parking në makinë. Dhe unë kam vendin bizot. E zhuri një herë të herë, e tash. Kush je ti? Fillon kostume bani se bashkë. Pas këtij rasti të parë, ku sipas mjekut, ka qenë Çajka që e ka dhunuar verbalisht, ka patur një moment të dytë, më flagrant, që lidhej direkt me detyrën. Po, titulare që vendosë në rregull. Mjeku që shton, bëron të ketë vurë dhe të më që hava kartelin dhe shërë. Bërtali që kërë sa që më e përru të jo. Kartelin që kisha për unë e të hoqë. Bëj një kartel të eri pas të të nëndë. Se më përru të makina që e tash, më djerë. Që më të ndosë të një kush. Më djerë, unë jam njëtë, s'ka më seme si. Jo, kushit të më më shasë, të bërë, i këtë njëtë. Po të thëmë, që do të rëfishë në rrugaj. Jo da, e në të reta, pas kësaj batute, sipas dëshmitarëve, Çajka i ka nxjerr armën mjekut duke i terrorizuar. Dhe më e keqja është se ky zotëri 60 vjeçar nuk është i vetmi i dhunuar dhe i kërcënuar nga laboranti problematik. Po me kolegët e tjerë si shka? Keq me të, është për së një kush. Me ka bërë presion shumë popër, ka kërcur zyrë. Është për grupe kriminale në vranjes, me standat pagullita, dhe e punë të bërë. Është problematik, unë i vrasë, shkatërari celori, dhe ose të video një infermier të sovës që e ka qartu. Po pse? Dhe për të gjitha këto raste, drejtoria nuk ka asnjë informacion? Unë jam e ndjeshme për çdo ankesë. Zyrtarisht nuk kam asnjë ankesë për Dashamirin. Ankesë të dorëzuar nga kolegë të tij, punonjës të tij, unë nuk kam në drejtori. Në këtë rast, unë nuk kam pasur absolutisht asnjë lloj indicie. Po kam titullar, sa për njoftoj që prava, nëse në ditë s'ka mos thoshim s'kam pas dhënë. Titullari është një gjë e kaq në fazë. Pra titullari është në dieni për një problematikë. A mund të ishte parandaluar kjo dhunë mes bluzave të bardha që për pak dhe shkëthyen në tragjedi? Këtë nuk mund ta themi ne, por ajo që dihet me siguri është se mjekët dhe infermierët e spitalit Shefqet Ndroqi e kanë fare të qartë panoramën e asaj që ka ndodhur. Madje, njohin mirë edhe përgjegjësit.